Sa herë që ne të shtim, dikush thot menjëherë shëndet. Pra, një zakon që secili prej nesh e ka. Në fakt është një zakon në të gjitha vendet e botës. Për shembull, në Britaninë e Madhe kur dikush të shtin, thuhet bless you, që nuk kupton bekime. Po përse ndodh që dikush, i cili ndodhet në një ambient me ne, të reagojmë menjëherë kur të shtim dhe të na urojë shëndet? Teshtima e ka origjinën në vitet 1346, në kohën e pandemisë së madhe të njerëzimit, murtajës, e cila u mori jetën miliona njerëzve në Europë dhe Azi. Teshtima ishte një nga shenjat e para të kësaj sëmundjeje të rëndë. Kjo është arsye pse sa herë dikush që të shtinte, njerëzit pranë tij i uronin shëndet, jetë të gjatë apo bekimin e Zotit. Që nga ajo kohë, njerëzit vazhdojnë të urojnë sa herë dikush të shtin, edhe pse në fakt shumë prej nesh nuk e din përse bëjnë këtë veprim. Tendenca e modës për flokët për pranverë ver 2017 kërkon një pamje rebele, të pakrehur dhe të shpupurisura, me ngjyra të frymëzuara nga nuanca tropikale të xhunglës. Protagonistja kryesore është ngjyra, por cilat janë tendencat e stinës. Këtë stin, ngjyra dhe vetëm ngjyra, delikate, të ndezura ose pastel, duke filluar nga roz, vjollc, blu fine e madje edhe portokalli, të vendosura ose në të gjithë fokusin ose vetëm në majat e tij. Ngjyrat të japin një pamje më personale dhe është në modë. Ngjyrat pastel. Të eksperimentosh me ngjyra jo konvencionale është interesante. Mund të provoni të gjitha ngjyrat për të zbuluar ato që ju shkon më shumë. Pink sorbet, sunset coral, electric violet, navy blue, Iced Mind dhe Crystal Clear. Këto janë disa nga ngjyrat që ju nevojiten ju. Dhe në këtë stin, rikthehet balukja. Në veçanti, do të jenë protagonist dy versione komplet të kundërta. Ajo e frymëzuar në vitet 60, shumë voluminoze dhe e gjatë deri mbi vetull, dhe ajo shumë e shkurtur dhe e plot, shpesh e prerë drejt nga cepi në cep. Në të gjithë botën, ka 4 ngjyra kryesore të pasaportave dhe secili vend ka arsyet e veta për përzgjedhjen e ngjyrës. Ngjyra e pasaportës së shtetit tuaj nuk është thjesht një rastësi, por ka edhe një kuptim. Pasaporta e kuqe. Kjo është ngjyra më e zakonshme. Pasaportat me një mbulesë të kuqe janë zgjedhur nga vendet që kanë ose kanë pasur një sistem komunist. Qytetarët e Slovenisë, Kinës, Serbisë, Rusisë, Letonisë, Rumanisë, Polonisë, Gjeorgjisë kanë pasaporta të kuqe. Vendet e interesuara për të antarësuar në BE si Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia, vitet e fundit kanë ndryshuar formatin e pasaportës së tyre. Pasaporta blu. Kjo është ngjyra e dytë me përhapur. Ngjyra blu e tyre simbolizon botën e re. Pasaporta jeshile. Shumica e vendeve myslimane kanë pasaport jeshile. Vende të tilla si Arabia Saudite, Pakistani apo Maroku. Jeshilja konsiderohet si ngjyra e preferuar e profetit Muhammed dhe është simboli i natyrës dhe jetës. Dhe pasaporta e zezë. Kjo është edhe pasaporta më e rrallë. Përdoret në disa shtete afrikane, po ashtu edhe për Zelandën e Re. Pasi për ta, ngjyra e zezë është ngjyrë kombëtare. Sjellja dhe pamja janë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën. Ajo që vishni është përfaqësues i vlerave që keni, dhe ajo që ndjeni
brenda shpesh reflektohet tek pamja e jashtme dhe kundërta. Vetëvlerësimi është çështje këndvështrimi, i asaj që të tjerët kanë mbi ne që të vegjël, dhe të asaj që shohim në pasqyrë tek vetja, që shpesh është më kritik. Për këtë duhet të stërvisim mendjen tonë dhe të shohim veten me këndvështrimin e duhur. Daniela Prandi, psikologe, i jep disa këshilla që duhen vënë në praktik çdo ditë për të vlerësuar më shumë veten. Vendosni buzëkuq. Një buzëkuq ngjyrë të kuqe do t'ju bëjë të ndiheni më të forta dhe të përballoni ditën me më shumë forcë. Mendoni për një kod në veshje. Nëse keni ndonjë situatë ku ndiheni në siklet, fokusoheni në një veshje që jep më shumë vlerë fizikut tuaj dhe ju bën të ndiheni më të sigurta. Provoni një makijazh ndryshe nga zakonshmja. Për një takim të rëndësishëm, provoni një makijazh ndryshe. Do ju ndihmoj të ndiheni ndryshe dhe të keni humorin e dur për të përballuar situatën. Një aksesor jashtë rregullave. Arma e ironisë funksionon gjithmonë. Doni të shihni ndryshimin tuaj dhe të ndjeheni jashtë masës? Fokusoheni në një aksesor të egzageruar dhe plot me ngjyra. Po ashtu, buzëqeshni vetes. Çdo ditë para pasqyrës kur po bëheni gati për të dalë, buzëqeshni dhe shprehni vlerësimin për veten. Janë sjellje të vogla, por që kanë rezultate të mëdha. Thojni po ngjyrës së bardhë. Keni nevojë për lehtësi, liri dhe ndryshim? Nisni duke futur në garderobën tuaj ngjyrën e bardhë, duke nisur nga një t-shirt, një këmish apo edhe një bluzë. Do japin dritë dhe pozitivitet pamjes suaj. Japonia është një nga vendet më të jashtëzakonshme në botë, ku tradita të qindra shekullore bashkëjetojnë paqësisht krahas shpikjeve më moderne. Ja disa prova që Japonia është plot me surpriza. Tokyo është metropoli më i sigurt në botë. Qendra e kërkimeve Economist Intelligence Unit ka publikuar një klasifikim të qyteteve më të sigurta në botë, që përfshin kategori të tilla si siguria e informacionit dhe personale, kujdesi shëndetësor dhe infrastruktura. Tokyo qëndron në vend të parë, Singapori në vend të dytë dhe në vend të tretë Osaka. Japonia është e mbushur me guida dhe manuale, të cilat edhe të huajt mund t'i kuptojnë lehtësisht, sepse tekstet janë të përkthyer edhe në anglisht dhe gjithmonë të ilustruara. Fëmijët japonez kanë një ditëlindje të përbashkët. 15 nëntori është një festë e madhe për fëmijët që janë 3, 5 dhe 7 vjeç dhe quhet Shiti Gosan, që do të thotë 753. Këta numra konsiderohen magjik në Japoni dhe këto mosha simbolizojnë fazat vendimtare për të rritur. Një karakteristik tjetër është se studentët, nxënësit e shkollave dhe punonësit e kompanive e fillojnë ditën e tyre me një ushtrim të përbashkët në mëngjes. Kjo traditë ka ekzistuar që nga viti 1928 dhe është mbështetur gjërësisht. Nuk është sekret se shumica e punëtorëve në Japoni vuajnë nga mbilodhja për shkak të punës së madhe që kanë gjatë javës. Për të kompensuar këtë, qeveria miratoi një program të quajtur shpërblimi së premtes, sipas së cilës punonësit mund të largohen nga puna disa orë më herët çdo të premte të fundit të muajit. Bota e mrekullueshme e kafshëve të egra dhe mes tyre është fshati i dhelprave Zao në Miyagi, ishulli Honshu. Është një fshat i mbushur plot me dhelpra të egra dhe kushdo mund ta vizitojë duke i ushqyer nga afër edhe këto dhelpra. Trenat e shpejtësisë së lartë quhen trena plumb dhe jo pa arsye. Ata arrin shpejtësi marramendëse duke bërë të mundur udhëtarëve të mbrinë në kohë nëpër destinacionet e tyre, shkollë apo punë. Nuk është sekret që vonesat janë të papranueshme në Japoni, edhe nëse faji nuk është i njerëzve. Një tjetër karakteristik është larmia e pabesueshme e ushqimeve. Mund të gjesh gjithçka në Japoni, që nga petullat tradicionale okonomiyaki tek ëmbëlsirat e shumëllojshme me bazë çokolate. Madje
së shpejti të hapet edhe një kafe, të cilat njihen si kafe Lego, por që sjell edhe ushqime shumë të shijshme. Dhe arti i Mukimono, ose gdhendja e frutave dhe perimeve, është shumë i përhapur në Japoni. Secili rajon ka specifikat e veta në këtë drejtim. Për këtë, përdoret një thikë e veçantë gdhendjeje që i kthen frutat dhe perimet në vepër arti. Shkencëtarët shpesh na inkurajojnë me zbulime të mahnitshme dhe të rëndësishme. Për shembull, studiuesit e Universitetit të Kalifornisë kanë zbuluar kohët e fundit se si të zgjasim jetën e prindërve dhe t'i bëjmë ata të ndihen mirë. Receta është shumë e thjeshtë. Nga studimi rezulton se vetmia luan një rol kyç në përshpejtimin e procesit të plakjes dhe është i lidhur me vdekshmërinë. Shkencëtarët vëzhguan gjendjen e 1600 njerëzve të moshuar me një moshë mesatare 71 vjeç. Faktorë të tillë si shëndeti dhe statusi socioekonomik nuk u morën parasysh. Vetmia. Gjatë 6 viteve të hulumtimit, vetëm 14% e të moshuarve që vizitoheshin vazhdimisht nga të afërmit e tyre ndruan jetë, në krahasim me 23% të pjesëmarrësve pa vizita familjare. Sa më shumë plaken, aq më shumë njerëzit i japin rëndësi marrëdhënieve familjare. Në të njëjtën kohë, fëmijët dhe niprit e mbesat kërkojnë më pak komunikim me brezat e vjetër. Në përgjithësi, njerëzit e moshuar janë më tolerant me të metat e miqve dhe të afërmve të tyre. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndajnë përvojën e tyre me të rinjt, si dhe të tregojnë se cilat gjëra janë me të vërtetë me vlerë për emocionet. Ne vrapojmë të marrim këshilla nga prindërit dhe gjyshrit tanë, kërkojmë receta apo thjesht kemi nevojë për përqafimin e tyre. Për këtë është e rëndësishme të kujtojmë se sa kohë ata na kanë dhënë dhe vazhdojnë të na japin dashuri edhe vëmendje. Vetëm me disa orë në javë apo qoftë me një telefonat në ditë, ju do t'i bëni të lumtur prindrit dhe gjyshrit tuaj.